lë sonte Big Brother Stenal. I'm obsessed with you. Urime për puthjen përken, e bane vetëm si o burra për me tregu Shqipërisë që e do këtë djallë, edhe me tentu se mund hyni të dy në finale. Po s'ka vën finale për të dy, këtë ta garantoj unë. Çdo ditë jam kanë mërzitur, nuk për përballoj dot presion. Po që kemi dhe më qmeni? Brigje? Mateo jam të flejt. Po të flejt si jetë, një të rejt. Ma pan me full ma vonë. Ma vonë? Po për që ma vonë nëse? Nondra. Lejde për këtë direktin. Ka që lodhër në to. Atë lodhë i gjëndja emocionale, psikologjike. Mateo, jam koncentru. O, Bërken! Wow! Britea, si kanë këtë gjë. Ramet lejtë dhe në shkove më lova, më do kështë pat kryt keq të i banës. Por shë atash se kur të bëj bukën hajna. Edhe në i moraj bona pjatat gati, ja bona një zemër të pjata, kreti qita pjatat, dola jashtë, këtë u full me shëndritin edhe me Selinin. Doli gjumi u bona me nerva, prap për mos me i fol brikenës. Preferova dola jashtë. Njerëzit me dispresit, me pas këtë mundësi për i meje, edhe unë për ta jap ty mundësin me kanë me mu. Po pëse kuptove më push? Që se do me Marë cigarë. Shumë mire i kishe po makarona. I bona makarona, ta bona dhe zemrën edhe krejt. Thira me hongër bukë, ma shumë ka rëndësishme për ty me najtë me Selinin shëndritin, se sa me onë me hongër bukë. Normal që më vjen hatri kur në thras me hongër bukë edhe nuk vjen. Ose ndoshta më banë më nerva se më zore gjumi se më hoqe jastikun. Po bra, do ta marrësh ti merë si dushti? Qa të them ty unë? Bravo. Mateo, rrim njerë se jam nervoz, kur jam nervoz lutem. Që duke qesh, më. Vi me t'u afru, me t'përqafu, me t'kuth, se marrë veç pëse ke ato reagime. Që kur edhe jemi t'kuth, supozoj të një t'afron dhe nërgon, do mërzitën se njeri jam funditës. Personalisht me nejtë të mpurë, përceta, me mpurë, nuk dua ta me pak në gjallë, këta. Unë du me kon me ty, du me vazhdo jashtë me ty, du me vazhdo mrena me ty, du me kon me ty. Nga ana tjetër, edhe një jazz nga Mateo, ka brit diqysh pak ma ndryshe. E me pak puth, rritë. O, do fune shti pishime, pashtrufe. O, bëjnam, o shëndrit ka mikrofon. Selinin thot mu, ti e trupi yll e mendja të fyll. Se e kape nga dora, e kape kështu nga dora, pa jashtë ta feminitet me një femën tjetër, se do shumë e prejkë, se ke dalë në video, se je gjelos, se mund ta kesh shef. Se është normale, ti tani, që da puthjen kjo, ti me ndonë ti se mund bësh do në kapo, ti gabove zot një, shumë ma Selin. Frym këte sigur qanodhi, kapu e krau edhe plasit bomba. Kjo femën ka mund 2 muaj e gjysë për ty, edhe ka dhanë ty, vlla, permiteti më të madh që ajo mund ta ke qujt para kamerave. Dhe ti vlla, nuk po dukesh sikur e ke respektu. E pse ke kam nga dora? Në u pishim, në kam nga krau. Kish kuptohet klipi dhe te e Kish kuptohet se ka krau e kapo. Po e kapën nga krau, moj, se si odha as qafa se për qafova. A duket gjë normale me ka për krau një person me cilin është keq kuptu situata? Duket gjë normale? Se vetëm ke thënë kur është keq kuptu se ani me Alesin, ke thënë as mos me i fol, as mos me nejt afër ti. Dhe që o je xheloze, ose ndikohesh mërësish nga fjalët e tjerë. Nuk i nevoj për me i person i cilin është keq kuptu, nuk i nevoj fare. Dhe hakte. Se e ushqen këtë keq kuptim? Edhe kem të fol edhe po ik. Përgjera që bon zja dhe i gjëtë vogël, minimale, ta fry edhe të bëj dramë. Ta dish mërzitësh për gabimet e tuja, jo për t'njeve. E në për fjallë dhe gjë thukur për plas derë. Unë thukur në derë, më thotë, sot fejo është, nesër shko me tjetër. Që ato me botë keq mesër, qaqo. Po me ikme i fëllë 3-4 herë kur bën dhe vetë gabimet, që do bëm tapet. Sjellje dhe më thonë që veç po do me mull mu. E lezën do? Dhe që
që lexova Blikena, mos beso Mateos. Mos i beson Mateos, ai po të përdor. Unë ja kam thënë sy, thanë qofse ti del, unë do të pik dal jashtë. Edhe më tha që unë të vety para lore. Si do të vë mu para lore, s'është dhe e ke vërtetuar që se bathesh. Edhe prapë e vërtetoj, se më hodhi poshtë për gjë. Po bes me pa videon edhe a prender nga konkluzione, basta. Voglio chiudere.